Përshëndetje, në këtë video përveç që do të flas teknikisht për marrëveshjen e arritur midis Amerikës dhe Iranit, në fakt e shoh të domosdoshme që këtë ta trajtoj si një dokument që mund të hyjë në histori si një nga momentet më të rëndësishme gjeopolitike të dekadës së fundit. Për shka e them këtë fjali kështu? Për shkak se pas më shumë se një shekulli konfliktesh, luftash, revolucionesh, kontra-revolucionesh, sanksione, kërcënime, përplasje, gjenocide, masakra, egzode, dëbime, shfarosje totale në lindjen e mesme, tani dy armiq të betuar po ulen përsëri në tavolinën e negociatave për të biseduar, edhe nëse vetëm deri më tani nëpërmjet ndërmjetësimit, sidomos të Islamabadit dhe të disa qendrave të tjera rajonale. Dhe është shumë e natyrshme që të shtrohet pyetja e cila ka marrë dhënë këto ditët e fundit dhe e cila ka marrë për masa për mua për masa të refreneve të neveritshme se kush e fitoi dhe kush e humbi luftën. Kjo marrëveshje, kjo luftë, ky ballafaqim e ky konflikt midis Iranit dhe Izraelit e Amerikës në anën tjetër është shumë më i thellë dhe do trajtim shumë më serioz se sa vetëm të shtrohet pyetja kush fitoi e kush humbi. Ky fitoi apo ky humbi. Megjithatë, për shkak se kështu e shoh trajtimin e kësaj teme, unë mendoj se kjo pyetje është e gabuar në themel. Për çka? Sepse kur fuqit e mëdha, shtetet të fuqishme, i ndalin luftat dhe fillojnë negociatat, zakonisht aty nuk kemi më të bëjmë me një fitore absolute apo me një humbje absolute të tjetrit. Përkundrazi, kemi të bëjmë me pranimin e një realiteti të ri. Cili është ai? Amerika nuk arriti ta rrëzoj, e gjunjezoj, e shkatroj, e ta fshi nga harta gjeografike Iranin dhe civilizimin persian. Në të njëjtën kohë, as Irani nuk arriti ta largoj Amerikën nga lindja e mesme, siç pretendonte vazhdimisht administrata e Teheranit. Por, të dyja palët u detyruan të pranojnë një fakt, i cili thotë se kostoja e vazhdimit të kësaj lufte, të kësaj përplasje, ishte bërë shumë më e madhe dhe shumë më e shtrenjtë dhe rrezikshme se sa fitimi i luftës nga njëra palë. Marrëveshja që po diskutohet sot nuk flet më vetëm për Iranin. Ajo flet për Hormuzin si nyja kryesore, si kalimi kryesor i ekonomisë botnore. Flet edhe për naftën në përgjithësi, flet për ekonominë globale, flet për Kinën e cila është kaq e interesuar për lindjen e mesme, flet për Rusinë, flet për Evropën, flet për Turqinë dhe natyrisht flet për xhirin persik. Përveç këtyre, pra, flet edhe për të ardhmen e rendit ndërkombëtar, i cili i vjetri ka vdekur, i riu ka lind, por është në fazën e fundit të konfigurimit të vet. Kur në një moment përmenden qindra miliarda dollar investime dhe pagesa si dëmshpërblime, kur përmenden heqjet e sanksioneve, lundrimi tani e tutje i lirshëm nëpër Hormuz, kur përmendet programi bërthamor iranian, atëherë kuptohet shumë lehtë se nuk kemi të bëjmë
më vetëm me një çështje rajonale, por kësaj radhe kemi të bëjmë me një çështje globale, më e rëndësishmja, si thash në hyrje të videos, në dekadat e fundit. Ajo që më bën përshtypje, në rastin konkret, më së shumti është fakti se kjo marrëveshje po vje pikërisht në kohën kur bota po largohet gradualisht nga sistemi unipolar dhe i pasluftës së ftohtë, që i bje se Irani edhe para fillimit të luftës pas ka qenë një detektor dhe një determinant i rendit të ri, dhe unë dorën në zemër që nga fillimi edhe para luftës, kur kam folë për Iranin, për lindjen e mesme në përgjithësi, Iranin kështu e kam pasqyruar. Amerika po në këtë rend të ri mbetet ende superfuqia më e madhe e globit, por nuk është më vetmja qendër e pushtetit global. Kina po rritet vazhdimisht, po i shtrin kthethrat e vet dragoi kinez dhe po i lëkund bazat ekonomike amerikane jashtë territorit të saj. Rusia vazhdimisht po e sfidon perëndimin në Ukrainë, në Evropë dhe në rajone të tjera. India po fuqizohet në përmasa sa flitet për te se së shpejti do të jetë alternativa perëndimore në raport me Rusin dhe Kinën. Pastaj disa faktor dhe aktor të tjerë rajonal si Turqia, e cila botërisht e ka hap pretendimin e saj se dëshiron të interesohet dhe po interesohet dhe po intervenon e investon në të gjitha ato vende të cilat dikur ishin pjesë e perandorisë osmane. Përveç Turqisë, edhe Arabia Saudite, mbase edhe vet Irani, po kërkojnë rol determinant, më të madh se që kam pasur deri më tani në lindjen e mesme dhe implikimet e tyre më pastaj edhe në politikat globale. Në këtë kuptim, kjo marrëveshje nuk guxon të shihet vetëm marrëveshje paqeje dhe kështu nuk dëshiroj ta trajtoj. Nuk jam këto që t'i përmendi vetëm ato 14 pikat, por si që potencova me theks të posaçëm në fillim të kësaj ligjërate, sot kemi të bëjmë me një pasqyrë të transformimit të ri të sistemit ndërkombëtar, në të cilin sistem aleancat e kaluara, bashkëbisedimet, pajtimet e kaluara, mbas edhe luftat e kaluara, në të ardhmen do të marrin formate të tjera trajtimesh, varësisht prej interesave të drejt për drejta amerikane dhe të fuqive të tjera globale. Teksa e përgatitja këtë temë, mu kujtuan disa nga mësimet më të mëdha në të shekullit të kaluar, mësime që kanë të bëjnë edhe me rastin e Iranit. Cilat janë ata? Ju kujtohet, e dini, është folë shumë herë, gjithandej, jo vetëm nga une. Amerika pati hyrë në Vietnam me bindjen se superioriteti i saj ushtarak do të mjaftonte për të imponuar rezultatin politik që dëshironte. Dje e thash në video se rezultati politik, imponimi politik është caku tek i cili shkohet edhe nëpërmes përdorimit të forcës ushtarake. Derisa nuk arrihet rezultati politik i një shteti, qoftë edhe nëse e dërmon shtetin tjetër, nuk konsiderohet fitore e merituar. Përveç Vietnamit, Amerika hyn në Afganistan me bindjen gjithashtu
se mund të rindërton të rajonin si pas vizionit të saj dhe interesave të saj. Hyri në Irak me bindjen se rrëzimi i një regjimi, rrëzimi i Saddam Huseinit do të sillte automatikisht stabilitet në përputhshmëri me interesat amerikane. Por, historia e shekullit 20 tregoi diçka krejtësisht tjetër. Cila është ajo? Fuqia ushtarake, po mund të rrëzoj një qeveri, mund të fitoj beteja, mund të bëj rajone të tëra rrafsh me tokë, siç po bën Izraeli në Gaza, tani në Liban, dhe siç ka vepruar edhe me 8 shtetet të tjera arabe, por asnjë nga këto, pra fuqia ushtarake nuk mund të garantoj gjithmonë arritjen e objektivave strategjike politike afatgjate. Prandaj, kur e lexoja pik për pik mbrëm e sot, me vëmendje të posaçme, marrëveshjen midis tekstin e marrëveshjes midis SHBA-ve dhe Iranit, aty unë nuk shihja vetëm fundin e një përplasjeje dhe arritjen e objektivave të dëshiruara, por shoh një mësim të vjetër të historisë që vazhdimisht përsëritet. Po e konfiguroj më mirë. Edhe shtetet më të fuqishme miq të dashur, edhe shtetet më të fuqishme të botës kanë kufi të forcës së tyre. Kur kostoja ekonomike, kostoja ushtarake dhe politike bëhen si komponenta të detyruara që të mendohet edhe ulja në tavolin, aty ma nuk kemi të bëjmë me përfitime absolute sikur janë menduar, nëse janë menduar para fillimit të luftës, sepse kundërshtarët më të ashpër po detyrohen të ulen në tavolin dhe të pranojnë dinamikat e reja që po paraqiten në teren. Dhe këto dinamika janë pikërisht ajo që quhet diplomacia. Pra, aty ku forca ushtarake nuk arrin të prodhoj rezultate të dëshiruara, palët ndërluftuse detyrohen që të lëshohen në butësin e diplomacisë dhe të ulen të bisedojnë. Armiq të përbetuar për vite e dekada më parë, tani të nënshkruajnë në të njëjtin dokument për ndonjë marrëveshje apo paqe të mundshme. E përsërit edhe një herë, në Vietnam, miq të dashur, nga kudo që po më përcjellni, Amerika mëson se jo çdo luftë fitohet me avion, helikopter e me tanke. Në Afganistan e mësoi se jo çdo vend mund të transformohet sipas dëshirës tënde me avion, me tanke, me raketa e me ushtri më e forta në historinë e njerëzimit. Në Iran tani mësoi se jo çdo kundërshtar dorëzohet për shkak të sanksioneve apo bombardimeve të vazhdueshme të mbi 8.000 caqeve të ndryshme gjithandej në Iran. Dhe Irani, nga ana tjetër, edhe ai mori mësimet e veta, mësoi se asnjë fuqi rajonale nuk mund ta dëboj sipas qefit të vet Amerikën nga lindja e mesme. Edhe nëse me një ushtri shumë më të fortë e lema vetëm me rezistencë, siç e bëri Irani, e herë duke e sulmuar edhe Izraelin. Prandaj, them, të dyja palët përfunduan aty ku përfundojnë shumica e konflikteve të mëdha. Ku përfunduan? Në tryezën e negociatave. Ashtu si në Vietnam, si në Afganistan,
si në Irak dhe pjesërisht si në Somali, e dini se si u pati tërheq kok ullër Amerika prej një Somalia të varfër, por që një këmb i cili që në gjendje të shkoj deri tek i fundi, të vdesin të gjithë dhe të mos i nënshtrohen diktateve amerikane. Pra, ashtu si në Vietnam, në Afganistan, në Irak, e pjesërisht po them edhe në Somali, edhe në Iran, u dëshmua se fuqia ushtarake nuk po mjaftua ka gjithmonë për të arritur objektivat politike. Amerika, në Iran, Amerika në Vietnam i pati fitue shumicën absolute të betejave ushtarake, por humb luftën politike. Në Afganistan shpenzoi triliona dollar dhe pas 20 vjeteve detyrohet të tërhiqet prej aty dhe detyrohet t'i le të gjithë atë aset dhe atë sasi të pa imaginushme armatimin në Afganistan. Në anën tjetër, Talibanet kthehen në pushtet, por edhe ata e shohin dhe marrin mësim se nuk po u arrija ka çdo gjë vetëm me luftën si rezistencë. Në Irak, Amerika e rrëzoi Saddam Husseinin, por nuk arriti të ndërtoj rendim politik që e kishte projektuar dhe që ja shiste botës si një ofertë më e mira për botën që do t'i vije botës pas rrëzimit të Saddam Husseinit. Në Somali, ndërhyni me forcë, i dini, ju kujtohen sigur mendoj ato vite, por u tërhoq pas kostove politike dhe njerëzore, pas vrasjes së një numri shumë të madh të ushtarëve të saj në Somali. Prandaj miq, sonte këto nuk do të analizoj vetëm tekstin e memorandumit. E thash në fillim të videos, do të mbetej shpjegimi thatë, shpjegim portalesh, jo shpjegim siç i ka hije dhe si çdo ta bëj në njeri i cili pretendon, shpreson se i nje mirë politikat ndërkombëtare. Këto do të përpiqem që të kuptojmë së bashku se çfarë po ndodh pas rreshtave të marrëveshjes. Çfarë ka? Cilat janë prapaskenat? Çfarë fitoi Irani? Çfarë fitoi Amerika? Kush lëshoi më shumë pe? Kush po përpiqet të paraqes veten më shumë si fitues para opinionit të vet? Dhe mbi të gjitha, a jemi duke e pa fundin e një lufte apo vetëm fillimin e një etape të re të rivalitetit global, ku viktim sërish do të jetë lindja e mesme. Unë, si Mustafa Bajrami, personalisht, nuk e shoh këtë marrëveshje si një fitore e plot, as të Iranit pra, e as si fitore e plot e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por e shoh si një kompromis i imponuar nga realiteti i ri gjeopolitik i botës. Arsye mund të përmendi shumë, por për shkak të natyrës së videos dhe për shkak të temës nuk do të lëshohem në përmendjen e faktorëve, të kësaj që po e them. Të dyja palët fituan diçka dhe humbën diçka. Ky është mendimi im në lidhje me luftën e Izraelit dhe Amerikës kundër Iranit. Megjithatë, fituesi më i madh këto, nëse zbatohet marrëveshja, mund të jetë, e dini kush? As Izraeli, as Amerika, as Turqia, as Arabia Saudite, as Irani. Por mund të jetë stabiliteti ekonomik global. Do të fiton bota. Ndërsa humbësi më i madh mund të jetë iluzioni
apo njerëzit të cilët kanë pas iluzion se konfliktet e mëdha zgjidhen vetëm me forcë ushtarake. Dhe unë ata njerëz i konsideroj naiv dhe jo me njohuri të mjaftueshme sa ti trajtojnë këtë tema kaq serioze. Në fjalinë e parë thash nuk do të nalem përtej analizës teknikisht të marrëveshjes, do të flas edhe për çështje të tjera. Fola pak, i shpjegova këtë gjëra, një farë komparacioni kohësh, Vietnami, Iraki, Afganistani, India, Kina, Rusia, Turqia, Arabia Saudite, Egjipti, Katari, Irani, Izraeli, Shabaja dhe të tjera. Tash, po du me fol teknikisht pra, për dokumentin e marrëveshjes 14 pikëshe i cili u publikua dje. Disa thonë pa dijenin dhe pa vullnetin e Donald Trump, por unë nuk mendoj se ai zyrtari i Shtëpisë së Bardhë ja jep medjave kinse tinza Trumpit dhe administratës amerikane. Donald Trump, pas publikimit të atij dokumenti, nga zyrtari anonim i Shtëpisë së Bardhë, deklaroi botërisht se marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet brenda 48 orëve. Njëherë u mendua se të premten, por më pastaj, për shkak të arsyeve të pashpjeguara, Donald Trump dhe pezeshkian i Iranit ranë dakord që pikërisht sot ta nënshkruajnë atë marrëveshje. Me sa pututët se të rinesër mos po ndrojnë mendim. Ja, mos po bën diçka Izraeli, i cili shtet që disa herë ka shpreh pakënaqësinë e vet, po e sheh veten se u lan në balt, opozita izraelite, bile edhe krahu ekstrem idiot brenda administratës së Netanyahut, veç ja ka nis poterat dhe po kërkojnë dorëheqjen e pasaj edhe burgosjen e Netanyahut, sepse e lejoi Trumpin që ta bëj këtë në dëm të Izraelit. Netanyahu detyrohet që ta telefonoj Donald Trumpin në të thetë pse Allahile na i bone këtahën. Trumpi në mënyrë tekstuale i tha se po të mos ndalej lufta raket tekstualisht, po të mos e ndalja luftën, raketat iraniane për 2 orë do të fshinin Izraelin nga harta geografike. Kjo ka qenë përgjigja e sotme, jo e djeshme, e sotme e Donald Trump për Netanyahun. Dokumenti i publikum nga zyrtari i Shtëpisë së Bardhë i përmend 14 pika dhe flet aty që Amerikani se si pas planit të marrëveshjes do të paguajmë, do të detyrohemi të paguajmë 300 miliard dollar për rindërtimin e Iranit, që ishte kusht i Iranit për të ullur dhe biseduar për marrëveshje. Ndërsa, mekanizmi i zbatimit të kësaj dhënie të 300 miliard dollarëve do mvaret shumë prej ecurisë së implementimit të marrëveshjes. Posa e ka thonë këta, kryetari i parlamentit të Iranit, me njëherë u tërhoq, e kërcënoi Izraelin sepse po e sulmon ende Libanin, tha se i nisim raketat ne drejt Tel Avivit sërish dhe kthejmë momentin në pikën 0, ku me njëherë pas kësaj Shtëpia e Bardhë e bën me dije Iranin se 150 miliard i kitë garantu me sot dhe 150 të tjerat brenda 30 dite.
Kryetari i parlamentit iranian më pastaj deklaron se memorandumi parashe përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshi edhe Libanin, që mendoj se është një fitore, nëse arrihet kjo, një fitore spektakolare e Iranit në një nga pikat e kësaj marrëveshje. E dini tash Politico edhe Axios, dy burime referenciale amerikane që flasin vazhdimisht për politikat e Donald Trump, citon Politico se një diplomat nga këto vendet e G7, një diplomat nga vendet e G7, aty thot se të gjitha vendet e këtij institucioni më i rëndësishëm në botë e përgëzojnë Donald Trumpin 3 herë për arritjen e kësaj marrëveshje. Dhe se vendet e G7 kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të ndihmuar tani SBA-n dhe Iranin në implementimin e kësaj marrëveshje. Ka pas pati edhe kritika të ashpra në Amerikë. Për shembull, senatori demokrat Chris Murphy tha se kjo ishte një katastrofë dhe një vendim i turpshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak se nëse Donald Trump e mbante fsheht vance zëvendësi i tij i tregoi botës se ajo çka është arrit atje, ndër pikat më të vështira ka qenë sasia e dollarëve që do të paguajmë dhe SBA-t kanë ra në ujdi për t'i paguar ato pare dhe se ky Murphy thot se atë që ushtria amerikane do të kishte arrit në front, edhe pse edhe aty kemi dyshime të mëdha, deklarata e Vance e shndroi fitoren, e tregoi realitetin e shndrimit të fitores së pretenduar në një disfat të turpshme të Amerikës. Teherani zyrtar, këto mohabete që po i shpjegoj tash, janë brenda 24 ore. Teherani zyrtar tha gjithashtu se çështja e ngushticës së Hormuzit do të mbetet përgjegjësie pa kontestueshme e Iranit dhe sultanatit të Omanit. Gjithsesi, me që të dashur, teksti i memorandumit 14 pikesh që pritet të nënshkruhet sot, nëse nuk është nënshkruar deri në këto momente, në Zhenevë të Zvicrës, nga Donald Trump dhe Pezeshkian, atje ku është një prej momenteve më të rëndësishme në dekadën e fundit, që e te i kalon rëndësinë geopolitike edhe të ngjarjeve të luftës, masakrave në Gaza, edhe të luftës së Ukrainës, edhe të pretendimeve turke karshi Izraelit se do të vazhdon ekspansionizmin e saj në Afrikën Veriore, në Afrikën Qendrore, në Somaliland, do të koncentrohet edhe më shumë në Ballkan, për të mos lejuar Izraelin që t'i prish figurat e shahut turk, të cilat për vite për to ka investuar në Ballkan, edhe në Kaukaz, edhe në Azinë e Mesme, edhe në raportet e saj me Rusin, me Kinën dhe me Pakistanin. Gjithsesi, miq, që ky dokument i qësoj marrëveshje, siç thash, përfshin 14 pika. Më lejoni tash që ti përmendi të 14 pikat dhe në fund më pastaj ta bëj një analizë të shkurtër dhe e përshëndesim njëri tjetrin. Në ndërkohë, ju lus
Kërkoj, si që po kërkoj vazhdimisht edhe në live, që ta mbështetni këtë kanal. Në mënyrat që jo mundeni ta mbështetni, ka nevoj për mbështetjen tuaj dhe fillimisht që ta bëni subscribe, t'i kërkoni miqve tuaj që ta bëjnë subscribe dhe t'i shpërndajnë videot e mia. Ju lajmëroj tani, para se të filloj në leximin e 14 pikave të këtij dokumenti të marrëveshjes, të këtij memorandumi, ju bëj me dije se nesër është videoja e dytë, por kryesorja e ati ciklit të videove që do të flasë për margatën shqiptare në botë. Ju garantoj, ju sfidoj, do të flasë për shqiptarët e Zvicrës, po e nisi me shqiptarët e Zvicrës. Ju garantoj se keni me dëgjue të dhëna, të pabesueshme, që edhe ju margata në Zvicër, si do të ndodh edhe me Gjermanie, me Hollande, me Skandinavie, me Amerike, me Turqie, me vendet e tjera, nuk i keni ditë dhe nuk keni me ju besue veshve për të dhënat të cilat dhe analizat të cilat do t'i trajtoj me izën e Allahut në videon e nesërme. Nejse, pika e parë e memorandumit 14 pikësh, unë po i lexoj një nga një, thot, përfundimi i luftës, 2 pika, SBA-ja, Republika Islamike e Iranit dhe alatët atyre angazhohen për 1. Të ndalin me njëherë dhe përgjithmon operacionet ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. 2. Të mos fillojnë me luft ose operacione ushtarake kundër njëri tjetrit. 3. Të mos përdorin forcën dhe as të kërcënojnë me përdorimin e forcës. Dhe 4. Të garantojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Libanit. Pika e dytë, respektimi i sovranitetit. 2 pika, SBA dhe Irani zotohen 1. Të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të njëri tjetrit. 2. Të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të njëri tjetrit. Pika e tretë, marrëveshja përfundimtare brenda 60 ditëve. 2 pika. Palët bien dakord që 1 ose A, B që të mrena këtyne, brenda maksimumit 60 ditësh do të negociohet dhe do të arrijet një marrëveshje përfundimtarve sipas interesave të përbashkëta të dy palëve, dhe B, afati mund të zgjatet vetëm me pëlqimin e ndërsjellë. Jo vesh kur të ka qef Irani, apo kur të ka qef vetëm Donald Trump, si që ka vepru deri më tani. 4. Heqja e blokadës detare amerikane. 2 pika. Pas nënshkrimit, A. SBA do të filloj me njëherë heqjen e blokadës detare nda Iranit. B. Blokada do të përfundoj plotësisht brenda 30 dite. C. SBA-ja angazhohet të tërheq forcat e saj nga afërsia e Iranit brenda 30 ditësh pas marrëveshjes përfundimtare. Kjo pika qenë diskutabile shumë, se deri ku kanë drejt me nejten bazat amerikane afër Iranit, dhe siç une kam mujten tasnimin e atjetri me i pa do media pra iraniane atje në lindjen e mesme, si pas tyne, nuk e di sa qëndrojnë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë çmontimin e të gjitha bazave të veta në lindjet e mesme. Sepse edhe ashtu kështu, Amerika, po mendojnë nga ana tjetër, i ka siguruar mjetet e mjaftueshme dhe e ka Izraelin tani marrëveshjen e Abrahamit nëpërmes saj me vepru aty. 5. Siguria e lëndrimit në Hormuz. Irani angazhohet që 2 pika, 1 A ose A po, të garantoj kalimin e sigurt të anijeve tregtare nga gjiri Persik dhe deti Oman dhe Anasjeltas. 2.
trafiku tregtar të rifilloj me njëherë, C. Të kryej pastrimin e minave dhe largimin e pengesave teknike ushtarake, sipas afatit të përcaktuar, që nuk dihet se ku, D. Të konsultohet me Omanin dhe shtetet bregdetare të Xhirit për administrimin e ardhshëm të ngushticës së Hormuzit. Pika 6. Plan investimesh për i 300 miliard dolarësh. 2 pika. SBA-ja dhe partneret e saj rajonal zotohen A. Të zhvilloj një plan për të paktën 300 miliard dolar për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Iranit. B. Mekanizmi i zbatimit do të përcaktohet brenda 60 ditëve. 7. Heqja graduale e sanksioneve. 2 pika. SBA-ja angazhohet A. Të heq sanksionet e OKB-s, të IEA-s dhe sanksionet e veta dytësore e parësore kundër Iranit, sipas një kalendari të dakorduar sipas dëshirës iraniane, dhe B. Çështja e sanksioneve konsiderohet prioritet kryesor në negociata. 8. Programi bërthamor iranian. 2 pika. Irani konfirmon se A. Nuk do të siguroj dhe nuk do të zhvilloj armë bërthamore. B. Materialet e pasuruara bërthamore do të trajtohen në mbikëqyrjen e International Atomic Energy Agency. Pra, jo me uquë në Amerikë, ose në Izrael, ose në Rusi, si që kërkon të Donald Trump, dhe D. Çështja e pasurimit të uraniumit do të jetë pjesë e negociatave të ardhshme, se s'u po pres me i krye. Po i qëto vallahi billahi e kom para luftës. Bile, edhe ma keq që në konën. Me u bisedu tash për me nisën negociata të reja rreth pasurimit të uraniumit iranian. Imagjino. 9. Ruajtja e status quo-s. 2 pika. Deri në marrëveshjen përfundimtare. A. Irani do të ruaj gjendjen aktuale të programit të tij bërthamor. B. SBA-ja nuk do të vendos sanksione të reja. C. SBA-ja nuk do të dërgoj forca ushtarake më në rajon. 10. Lehtësime për eksportet iraniane. 2 pika. SBA-ja zotohet A. Të lëshoj përjashtime ligjore për eksportin e naftës iraniane. B. Të lehtësoj shërbimet bankare, sigurimin, transportin dhe transaksionet e lidhura me eksportet e energjisë iraniane. 11. Zhbllokimi i fondeve iraniane. 2 pika. SBA do të A. Bëjnë të disponueshme fondet dhe asetet iraniane të ngrira ose të kufizuara. B. Të lëshoj të gjitha licencat dhe autorizimet e nevojshme për këtë proces. 12. Mekanizmi i monitorimit. 2 pika. SBA-ja dhe Irani do të krijojnë A. Një mekanizëm ekzekutiv që të mbikëqyrë zbatimin e memorandumit. B. Një sistem kontrolli për respektimin e marrëveshjes përfundimtare. E një të po, asë një në palë nuk u dërzu bash heq. Jo rasisht e bora atë hyrje une në fillim. Dhe kemi të bëjmë me superfuqin, më të madhe që e ka pas historia. Dhe kemi të bëjmë në anën tjetër me një shtet që kërsnohej se do të fshinhej. Më lejoni kështu se e harroj. Ju garantoj, si Zotin një, bazuar në përvojën teme, 27 vjeqare në përbot, me 700.000 lete, që shtojnë kumnejt. Nuk ka popull në bot me mendesi shtetnore, perandërake, deri në përmasa shejtninje sa persjant, iranjant. Qërebe, shka ju bohet Arabve?
400 milion Arab janë. Pasonia kryesore e botës në dorën e tyre. Kësha ju bohen. Edhe këshëre Irani në luftën 101 diqe të risot, sot është e 102, që e të rëzoj botën. Atje vritën me 10 raminja për fat të keq, me 10 raminja, me miliona e në vra, shka kanë ndiku në botë, kur gjë heq. Këshëre Irani për 100 ditë shka i boni botës. Dhe tjetra miq, edhe këto mos të harroj. Dini ju se tek shihetet imameti, imamati, o sharti imanit. Me besu Allahin, me besu melaqet, me besu këto. Pra, imamati, imami, udheci, Hamnei, Homeini, këta, Mujtaba, El Hamnei tash që është. Imamati është sharti imanit. Nëse je besimtar musliman, ti do është i bëhesh tabi imamit. Sikur na kur lidhem për bëj njet me fal farzën e akşamit për Allahun xhelle shanuhu, ju drejtova imamit, e ki obligim në namaz me thonë nëse je xhamat. Por ndryshe njeti nuk është i plotësuar, e namazi kontestohet. Sepse është një prej farzeve të namazit. Namazi i ka 12 farze, 6 që kanë të bëjnë para semenis dhe 6 masit të nis. Pra, me ju bot tabi, me i shku për mas, me pranue të pak kontestushëm, është të iranian të është farz sikur të na, që është farz imamin në namaz. Dhe kjo e të regon, kjo nuk vje për shkak se kanë desht me e prish konceptin sunnet. Dhe i këta gjahila tonë që i spjegojnë kështu. Jo, kjo vje si rezultat i mendësis shtetnore perandorake që e kam pas historikisht persianet, edhe pasi ta pranojnë islamin, që persianet janë ata që ja kanë mësue shkrim leximin arabëve, se dhja e keni dit, Kutubi Sitte, 4 koleksionet e haditheve janë të shkruara prej persianve atëhere. S'ka pas shia atëhere, po flasë kush janë persianet. Persianet janë mësuesit, profesorët, akademikët e parë që muslimanve, arabëve musliman javë kanë mësu shkrim leximin. Arabët nuk kanë ditë shkrim lexim. Tek arabët, kjo nuk është në kuptim pejorativ, po tek arabët shkronja, leximi është konsideru vepër e shejtanit. Poetët, poezia që ka qenë shahdamari, politik, diplomatik, filozofik, social, i shoshnis arabe të gjirit arabik, para ardhjes të islamit, kanë thonë poezi, po kanë folën vetëm për menç. Poetët kanë qenë ata që të për mençë kanë folë, s'kanë shkru. Shkrimet e poezis të poetve, Umrul Kajse ati tjetrit, e Basamit e ati tjetrit, ata kolosët e letërsis, shqipret e letërsis arabe, para islame, veprat poezit e tyre shkruhen masanej masi arabët ta mësojnë shkrim leximin. Pra, shkrim leximin në krejt botën ka qenë në diçka luks, por të arabët ka qenë vepër e shejtanit. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu vesselam fillon me e shkrue Kur'anin, edhe me fol Kur'anin, e retorikën e Kur'anit, rimën e Kur'anit, aty fillojnë me thonë se këta është të mësu një gjinn, Muhammedin a.s. Për shka? Sepse poetët qaq kanë qenë njerëz të mërim, qaq ju kanë besue, qaq ata e kanë udhëheq njerëzimin sa një njeri normal, si pas interpretimit të atëhershëm, një njeri normal nuk mund të më konën kaq i meqëm, me i dit kaq shumë senet, dhe kejt jeta me mbështet në fjallën vendimet e ti, pa pas ai naj lidhje me naj gjin jashtëtoksor. Qaq mirë kanë shkru poezi. Dhe kur t'ja nis Kur'anin me recitue pejgamberi, shtangën, edhe thonë se ka dol, a thot cilin gjin që se pas mi njof na tash të ka kontaktue me pejgamberin, me Muhammedin. Dhe e lypin gjin, që ta Kur'ani thët,
pasha këto betohet, se ai nuk merr mësime prej gjinnit, se ai kështu, por atë e mëson ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Atë shka i zbret është prej Allahut, Gjibrilit, është tuja zbrit. Pra, qëta persian e imponojnë mendesin perandërake edhe në traditën islame. Ebu Hanifja i shpjegon këtë gjana në Fikhul Ekber dhe në Fikhul Asgar, sidomos në El Wasije, ato 5 vepra të cilat unë i kam përkthyer në gjuhën e shqipe dhe i përmendi ka njerë me krenari dhe falenderime Allahut dhe abejës tim, i cili më ka nejt gati dhe më ka thonë, biro, shkakun e ke gjetë ti në Shqipëri, e tash une po bohem një shtytës, një mbështetës i joti, doshti me e përkthyje Ebu Hanifën në gjuhën shqipe. Pra, qëta persian imamatin e kanë të shenjtë. Pra, imami shkaflet është alfa dhe omega, është aja dhe zhëja. Imami i bje vendimet. Qaj komisioni e ku shpjegune me një video, si funksionon politika iraniane. Mezhlisi kë, kuvendi, parlamenti, presidenti, aj tjetëri, kush është garda revolucionare, kush është ushtria, kush është kjo, si funksionojnë qëta, edhe antartë e që të në mezhliseve të kuvendeve të ndryshme legislative sene me numra 8, 24, 28, 110, 140, ja u kom shpjegua atje, dëgjojeni nëse nuk e dini. Pra, të gjitha qëto funksionojnë si pas zyres së kujna, Ajatullahit, që është imam. Pra, imamati, po dua me thonë, në shiizm, nuk është pun shiizmi këto, por është manifestim, është përfaqësim i mendesis perandërake shtetnore tek persianet edhe pasi bohen musliman. Për persianin, për iranianin, shtetja zot. Në kuptim, ta them kështu figurativ. Allahi është nalt, shtetja poshtë. Shtetin poshtë e përfaqëson imami. Andaj edhe partit opozitare, edhe ata që kanë qenë kundër regjimentit, kundër regjimit, në Iran, në kohën kur filloi lufta, të gjithë tokë së bashku, krah për krahi, i kanë rrethekue, nga 60 dit kanë fjeq aty centralit bërthamore, rrugte me muzika, me miliona iranian në rrugë në mbështetje të ushtrisë e gardës revolucionare dhe të udhëheqjes politike. Janë mendësi që do të trajtim. Betohem se për këtë arsye po e përfundoj dhe po e vazhdoj me pikën e 13-14 edhe sa minuta i kam, po, edhe një 5-6 minuta. Për këtë arsye unë shpesh kum thonë, edhe kur kum fol për çështjen kurde, këto problemet ndërkombëtare, qadaja dawlije, çështje problematika ndërkombëtare nuk bën me i shiku nga lupa e Ballkanit, sepse dalin karikatur. Por secilin problem ndërkombëtar do të me shpjegu me terminologjinë e atjeshme, me ngjarjet e atjeshme, me zhvillimin historik të atyre ngjarjeve. Me terminologji qysh ju më kuptoni edhe qysh po flas. Por do të ato terma, ato sene të atjet nuk mund të shpjegohet mentaliteti perandorak, perandorak iranian me mentalitetin ton këto. Veç të zgjedhjet e fundit. A po shka kem të i bohe shtetit Kosovës? A e dini sa hajminja, plashka e blerja e malit e pronave të Kosovës të shtetit i kanë marë privatnikët. Edhe i kanë përdore, keqpërdore, shite, përfitue në mënyrat më makabër dhe mënyrat më barbare. Kërët është të zgjedhja e presidentit e kjo e, shka bënën? Thjesht, kënë të e qëmondu, kënë të e rëzu, kënë të e bankrotu shtetin e Kosovës. Në Iran këto sene, edhe në Turki, të ridikon, po në Iran këto sene zguzoj me ndodhë kur, s'ka ndodh as në kohën e shahut, s'ka ndodh as në kohën e Safavidve, s'ka ndodh as kohën e shah, e këti e shah ati, jo kur.
problemet më të mëdha perandorisë osmane ja ka paraqitën Irani. Shikuar nga perspektiva osmane, ata armiqe kështu jo, ata konkurent armiq për pushtet natyrisht, për rajone, se perandoria osmane po do me e marrë edhe Iranin, dhe është normale ata mu blokue. Por, ato që ka i ka bo perandoria Safavide, i kanë shkaktu problemet më të mëdha perandorisë osmane. As Evropa, as Rusia nuk e kanë pengu qatë shumë sa persianet. Me persianet s'ka mujt me qitë kur kush prej se që janë në histori. S'mujti me qitë as Amerika. Edhe që këto nenet e marrëveshjes. Vazhdimi i negociatave është pika e 13, 2 pika, pas fillimit të zbatimit të pikave kryesore. A, palët do të vazhdojnë negociatat për pjesët e mbetura të marrëveshjes përfundimtare dhe e 14 miratimi nga OKB-ja. 2 pika. Marrëveshja përfundimtare flet se do të ratifikohet përmes një rezolute detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Je nis në luftë zotni për me shfaros, me ja marr ishullin Hark, e me ja marr ishullin tjetër, e me kall Banderabasën, e me kallën Asfahanin ato, dhe në fund detyrohesh me e pranue kërkesën iraniane, se kjo të cilën ne që të 13 pika shka i përmenëm, krejt janë hava, nuk të besoj ma, pos nëse që kjo ratifikohet edhe përmes rezolutës ekstra, super rezolut e detyruse në Këshillin e Sigurimit. Po me cilat vende tjera ka kur kiti fuqi, ose kur ai s'ka fuqi, dorëzohet, bje regjimi, bjaj tjetëri, u krypuna, nuk do të as rezolut as tjerë. Thelbi i qësaj, tash pak analiz, një 4-5 minuta, thelbi i qësaj, kjo është një marrëveshje kornis, 60 ditore, për të ndalë luftën, apo për të vazhduar që kjo ndalje që është tash, 2, për të hapur Hormuzin dhe për të shtyje çështjet e vështira përpara. Sidomos programin bërthamor, sankcionet ndaj Iranit dhe arkitekturën e re sigurisë rajonale, drejt shkafit, drejt negociatave të mëvonshme, o vllazni e jo o motra. Që kjo është realiteti i marrëveshjes, që në Washington bërtitet se është një fitore spektakolare e Donald Trump dhe në qarqe të tjera që është fitore spektakolare e Iranit dhe të ngjashme. Çfarë është më e rëndësishme këtu? Më e rëndësishme është pika te Hormuzi, që po jetë nën kontrollin iranian. Nashta nuk marrim pare me njerë 2 milion, që Iraki që aty nga 50 miliard dolar me i marën në vjetë. 4.5 miliard dolar fitim ko me pas Irani veç në për që të shakalojnë aty pare. Biletën me pague. Shëbat këto kam pranu që të heqin blokadën detare, pra brenda 30 ditve, dërsa Irani të lejoj të kalimin e anijeve tregtare pa pages në 60 ditet pas 30 ditve të Amerikës. Kjo të regon se kriza e Iranit, si që kam shpjeguar shumë herbe vallahi edhe billahi, nuk ka qenë vetëm krizë ushtarake, nuk ka qenë krizë sikur me Venezuelën e mate, por ka qenë krizë, problem ekonomik global. Në pyetje ka qenë Irani, mendësia persiane, përcaktori kryesori dinamikave të lindjes së mesme dhe tani edhe ato globale. Ndër përcaktorët kryesor të politikave globale. Pyetja ka qenë nafta, kanë qenë sigurimet detare, kanë qenë transportet, kanë qenë tregjet botnore, të cilat ranë në një presion të papar. Motikon nuk ka pëj. Pika që Irani del shumë i fort është që i premtohet heqja e sanksioneve brenda 30 dite, zhbllokimi i fondeve, eksporti i naftës dhe një plan zhvillim rindërtimi për 300 miliard dolar që Amerika do t'i paguaj tash për Iranin. Kush i pagun këto pare?
Amerika, jo be vlla. Haxhi, umra, për shka që do 2-3 vjetë të fundit, o zotni, elhamdulillah që po shkojnë. Ma mirë me shku aty se me shku me një vend ku ka haram. Se jam kundër shkurjes në umrën, por kjo është i dha frym, kjo është e qëllimshme. Pare i dohen Arabi Saudite, pare i dohen Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ju këmë thonë, vetëm një haqë, kush i muslimanëve të botës i kushton midis 120 deri në 150 miliard dollar. Musliman për me shku në haqë për një vjetë harxojnë midis 120 dhe 150 miliard dollar. Po umret së herë shkohet në për umre gjdo 5-6 ditë edhe ditë, se di po që shkohen shpesh dhe si pas të gjitha gjasave thash në atë statusin tem se këto 300 miliard kena mi pagu edhe na, përveç paret të cilat kanë mi pagu e kush, kanë mi pagu arabt. Jo, ja vëshaj, ju bën tokë. Pika e 8 që është shumë e rëndësishme, është programi bërthamor. Irani në fakt nuk ka pranu qarmatimin e plot të menjëhershëm. Ai vetëm e reafirmon se nuk do të prodhoj armë bërthamore në një periudhë të caktuar dhe pranon diskutim të mëvojshëm, downblading që i thuhet, të uraniumit të pasuruar në mbikëqyrjen e IAEA-s. Trumpi po thotë kanë se Irani kur nuk ka me pas armë bërthamore, kur, pa i për shumë sene ka thonën kur dhe të tjera. Marrëveshja, nëse zbatohet, është fitore taktike për SHBA-n, por është fitore strategjike për Iranin. Edhe dishka harrova me thonë. Me përvoj të leximit që aty në periodikve që i lexoj, botimet mbi Persinë, mbi diplomacinë, mbi lindjen e mesme sene. Iranianët janë ndër popujt me predispozita të lindura më të aftë në botë për negociata. Qashtu i bojnë negociatat sa e lodhin shpirtnisht ato shka e ka në negociim. Kur nuk propozojnë të parët, kur nuk flasin dishka se dohet me u arrit në negociata. Por, negociatat, majnë men që të fjali, ju lutem, iranianët, filozofin e negociimit e kanë shumë low profile, që shpëthuhet ta, profil të ullet, ndërsa synimet e asaj që bohet në bisedime e arrin në rrugë, në përmes aktivizimit të mekanizmave të tjerë. Pra, bashkëbisedimet, negociatat, bisedimet, filozofia e negociatave persiane është në negociata but, ndërsa arritjen e objektivave që kërkojnë që të negociata dëbuta në atë domenin e fundit, në cakun e fundit, e arrin në teren, me njerëz, me demonstrata, me luft, me proksi luft, me të tjera. Kjo është filozofia negociuse e persianve. Problemi kryesor këtu është se marrëveshja shtyn problemet, por nuk i zgjidh ato tërësisht, që le me kuptu se arabët edhe për një kohë të gjatë do të detyrohen të blejnë armë nga Amerika për të shpëtuar sulmeve të Iranit. Prandaj miq, kur thot dikush se Irani fitoi, po, Irani ka disa arsye të pretendoj fitore. Regjimi iranian mbjetoi, nuk u rrëzua, SHBA nuk arriti ndryshimin e regjimit, bllokadat detare u heq, eksporti i naftës po rikthehet, fondet e ngrira po zhbllokohen, po diskutohet heqja graduale e sanksioneve deri në përfundimi, edhe Irani hyn në negociata si shtet funksional dhe jo si shtet i kapitulluar. Prandaj, nga këndvështrimi Iran, nëse kundërshtari më i fuqishëm në botë përfundon duke negociuar me ty dhe jo duke të rrëzuar, atë ti nuk ke humbur. Kjo është logjika iraniane. Por, kur dikush thot se SHBA fitoi, edhe këto,
objektiva, po flasëm për objektivizëm. Po, edhe këto ka argumente për fitore të shebave. Cilat janë? Një, Irani u detyrua të paranojë mbikëqyrjen e ndërkombëtare të çështjes bërthamore. 2, Irani riafirmoi se nuk do të zhvilloj armën bërthamore. 3, Hormuzi u hap. 4, trafiku botëror i naftës do të rikthehet. 5, çmimet e energjisë kanë filluar të bien. 6, Shebaja shmangu një luftë shumë më të madhe dhe më të kushtueshme, pra nga këndvështrimi i Amerikan. Ne nuk e pushtuam Iranin, por e detyruam atë të ulet në tavolinë dhe të diskutoj kufizime për programin e tij bërthamor. Kjo është narrativa e amerikane. Prandaj miq, nëse objektivi i shebave ishte rrëzimi i Iranit, shebat nuk fitoj. Nëse objektivi i Iranit ishte dëbimi i shebave nga lindja e mesme, as Irani nuk fitoj. Por nëse objektivi të dyve ishte që të shmangnin një katastrofë të madhe, atëherë që të dyja palët diçka fituan dhe diçka humbën. Kjo është arsyeja pse aktualisht si në Washington, ashtu edhe në Teheran, të dy kampet po përpiqen të paraqesin marrëveshjen si fitore para opinioneve të tyre. Deri në një analizë të tillë, të këtij niveli, me izën e Allahut dhe ndihmën e tij, në videon e radhës. Mirëmbëjtje.